Sene që i kom mësu me 29 vjetë që kisha dash me i dit me 19 vjetë. Mos e krahaso veten me kërkën. Sa ma shumë që fokusohesh te jeta e tjerëve, aq ma pak kemi mujt mi vlerësu edhe mi shiju sene që te i ki edhe arritjet që i ke bo. Mos e harro kur e ki kohën tone. E di që ka njerëz vështirë edhe e këshirëm që tjerët e kanë kry shkollën ma shpejt se ti, jon martu, kanë bo fëmijë, ato këto. Çdo sene ka kohën edhe momentin e vet, kështu që mos i bë presion vetit kur. E di që këto e nina shpesh, ama mos ta nin për menimin e tjerëve. Sene që shumicën e njerëzve i preokupon, sidomos te na shqiptarët çka po menojnë tjerët. S'pe bëj që sen se që ç'a flasin për mu. E në fund ditës çata persona që ti dyshon çfarë menimi pe kanë për ty, nuk është që ta dojnë të mirën, kështu që bëne çato që ti e don, rri me njerëzit që ti don, ki shumë kujdes se ç'a i flet vetes. Nëse i flet vetes pozitiv dhe nëse e bën push veten tonë, ki me arrit shumë a shumë sen në jetë se sa me i fol keq, me pas dyshime edhe me pas menime të këqija. Mos harro me shiju jetën. Çka kum kuptuar se njëri ka shumë kohë edhe energji mi ndon ma shumë sene. Nëse e kini diçka që çon përpara në karrierë, okay, bëje çato, po mos e bën 100% jetës tonë. Gjej diçka që i bën shpirtit tën mirë ose me dal ma shumë ndoshta me njerëz tu, me shoqni, me familje ose me bën një aktivitet, një hobi, një çka do qoftë. Edhe e fundit se u zgat kogja shumë, me kon vetvetja është super fuqi. Mos u mundo kur mu bo, mu sill, mu dog se dikush tjetër. Se e di që është pak klishe, ama është veç një njeri në botë si ti, si one, si dikush tjetër edhe çaja na bën veçantë. Çka është diçka që ju e keni mësuar që të kohë e kishë dash me ditë ma herë?